Edi Rama thirret në SPAK. Një lajm i bujshëm ka tronditur sot skenën politike shqiptare. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është thirrur zyrtarisht për të paraqitur në SPAK. Kjo thirrje e papritur ka shkaktuar valë spekulimesh dhe diskutimesh në të gjithë vendin, veçanërisht në një periudhë kaq kritike, vetëm 3 muaj përpara zgjedhjeve parlamentare të planifikuara. Ftesa për kryeministrin Rama për të paraqitur përpara prokurorëve të SPAK ka ardhur në një moment e delikat politik, duke krijuar një atmosferë të tensionuar dhe të mbushur me pyetje. Burimet zyrtare ende nuk kanë bërë publike arsyeën e saktë të kësaj thirrjeje, gjë që ka çuar në një valë të madhe hamendësimesh nga analistë, gazetarë dhe qytetarë. Një pjesë e konsiderueshme e opinionit publik dhe ekspertëve juridik dyshojnë se kryeministri mund të jetë në nënhetim për akuza serioze që lidhen me korrupsion dhe shpërdorim të detyrës. Këto spekulime mbështeten në një seri investigimesh mediatike dhe denoncimesh të bëra publike gjatë muajve të fundit, lidhur me tendera të dyshimt dhe vendime qeveritare që kanë ngritur pikpyetje për transparencën dhe ligjshmërinë. Nga ana tjetër, burime të afërta me qeverinë sugjerojnë se Rama mund të jetë thirrur thjesht si dëshmimtar në çështjen e arrestimit të Erion Veliajit, kryebashkiakut të Tiranës. Kjo teori mbështetet në faktin se SPAK ka intensifikuar hetimet ndaj Veliajit gjatë javëve të fundit dhe kryeministri, si bashkëpunëtor i ngushtë politik, mund të ketë informacione të vlefshme për hetuesit. Pavarësisht arsyes së vërtetë, kjo thirrje ka krijuar një situatë pa precedent në politikën shqiptare. Është hera e parë që një kryeministër në detyrë thirret formalisht nga struktura antikorrupsion, çka tregon për një fazë të re në funksionimin e institucioneve të drejtësisë në vend. Po ju, çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të na bëni subscribe.